Vitet e fundit të stili I ri kinez ka vazhduar të fitojë popularitet, duke tërhequr gjysmën e më shumë vëmendje e konsumatorëve kinez dhe duke u shndërruar në një prirje të qëndrueshme konsumi. Duhet të theksuar se stili I ri kinez nuk është një kopim I thjeshtë I veshjeve tradicionale, por një rikonceptim mbi bazën e respektit për kulturën tradicionale, I shblehur nëpërmjet gjuhës së dizajnit modern, duke shfaqur bashkimin e elementeve tradicionale me estetikën bashkëkohore. Ky ndryshim lidhet ngushtë me rritjen e ndjenjes së identitetit kulturor te konsumatorët. Më shumë konsumatorë kinezë duan ta njohin kulturën kineze më thellë dhe të dëshirojnë ta shprehin këtë kulturë nëpërmjet veshjes së përditshme. Kështu stili I ri kinez bëhet një bartës kulturor I prekshëm dhe I përdorshëm, duke e kthyer vetbesimin kulturor nga një ide në një zgjedhje konkrete. Në të njëjtën kohë, rritja e fuqisë së dizajnit vendas së bashku me nxitjen nga rrjetet sociale dhe platformat e tregtisë elektronike ka përshpejtuar përhapjen e stilit të ri kinez, duke e futur atë më shpejt në jetën e përditshme të publikut. Kur kultura tradicionale integrohet në jetën e përditshme në një formë moderne, trashëgimia kulturore ndodh realisht në të dashmen, duke parë nga ardhmja me thelimin e identitetit kulturor dhe inovacioni e vazhdueshëm. Stili I ri kinez pritet të shfaqë forma bashkëkohore me ndikim edhe më të madh.